Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Sahel ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu, transmetohet se një njeri erdhi tek profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O Rasulullah, o i dërguari i Allahut, më drejto ka një vepër të cilën nëse e punoj do të më doj Allahu dhe do të më duan njerëzit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha: Mos e lakmo këtë botë, bëhu zahid në këtë botë, do të doj Allahu azza wa jall. Dhe mos lakmo në atë që njerëzit kanë në duar të tyre, pra pasurinë dhe pushtetin, do të duan njerëzit. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet që përcjell ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se dashuria e Allahut azza wa jall është synimi më parësor i muslimanit për të qenë ndër të shpëtuarit në ahiret. Edhe dashuria e njerëzve është e rëndësishme për mbarvajtjen e çështjeve shoqërore. Siç theksohet në hadithin ton, të dy këto dashuri janë të kushtëzuara me mungesën e lakmisë. Hadithi jon transmeton mesazhe të qarta: mos lakmo dhe largohu nga gjërat e ndaluara dhe të dyshimta nga kjo botë. Mos u përkushto në gjëra kalimtare. Shfrytëzo nga kjo dynja aq sa të vlen për ahiret dhe shpërblehesh për te tek Allahu subhanahu wa taala. Çdo planifikim për këtë jetë është i pa kuptimt dhe i pa vlefshëm nëse nuk të afron me Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë dynja konsiderohemi kalimtar. Çfarëdo që kemi në dorë nga kjo dynja është amanet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Mysafiri tranzit është në pritje të udhëtimit, ndërsa amaneti do të kthehet dhe do të dorëzohet një ditë. Hasan al-Basri është konsideruar zotëria i tabiinëve nga banorët e Basrës, nga banorët e Irakut. Përse? Sepse njerëzit kishin nevojë për diturinë dhe urtësinë e tij, ndërsa Hasan al-Basri nuk kishte nevojë për dunjallëkun e tyre. Largimi nga çdo gjë që të dëmton nga dynjaja, ose largimi nga çdo gjë që nuk të sjell dobi në ditën e gjykimit, është pjesë e zuhdit apo pjesë e asketizmit. Çështja e zuhdit është çështje zemret, nuk është çështje sipërfaqësore nga ana e jashtme. Mund të jetë individi mund të jetë pasanik, por është zahid. Si rasti i Omar ibn Abdul Azizit, Allahu e mëshiroft, të cilin edhe pse u bë prijes i shtetit islam, u bë khalifja i muslimanve, dynjaja nuk e tundoi dhe nuk e shpërqendroi nga të qenit rob i Allahut subhanahu wa ta'ala. Mund të jetë personi fukara dhe nevojtar, por është lakmues me zemër të rëbruar ndaj dynjas. Prandaj mos u mashtro me atë çfarë duket në anën e jashtme. Asketizmi ose zuhdi nuk do të thotë ti bësh haram të mirat që ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala, por asketizm do të thotë të largohesh nga gjërat e ndaluara, të largohesh nga gjërat e dyshimta, të mos bëhesh rob dhe i varur nga materializmi, ti kultivosh të mirat materiale në këtë botë, ti kultivosh të mirat materiale pra halalin brenda caqeve të programit hyjnor. Në Kur'anin famlar thuhet: Kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, dhe ai do t'ju dërgojë shi të bollshëm, do t'ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe do t'ju bëj
kopshte ose do t'ju dhuroj, do të bëj për ju kopshte e lumej. Në këtë sure të Kur'anit famlar, në surja Nuh, ajeti 9 dhe 12, jepet mesazhi i qartë se istighfari ose taubja ose kërkimi i faljes janë dyer, janë derë për shtimin e begative dhe të bereqetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në surën Kasas, ajeti 77 thuhet: mos u ngazëlle me pasurinë që ke, sepse Allahu nuk i do ata që ngazëllehen, por përpiqu me atë që të ka dhënë Allahu të fitosh jetën e botës së ardhme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerëve, ashtu si të ka bërë mirë ty Allahu. Mos kërkon gatresa në tokë, sepse Allahu nuk i do ngatërestaret. Në surën Bakara, ajeti 201, Allahu subhanahu wa ta'ala na mëson një dua kuptim plote dhe gjithë përfshirëse për të mirat e dynjas dhe për të mirat e ahiretit. Në këtë dua kuranore thuhet: Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, nga dënimi i xhehenemit. Pra si qepet mesazhi i këtij fragmenti kuranor, Allahu azza wa jall nuk i ka përjashtuar të mirat e dynjas, por të mirën e dynjas e ka bërë pjesë të lutjeve të besimtarit musliman, duke kërkuar të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Në një fragment tjetër kuranor, nga surja Al-A'raf, ajeti 31-32, Allahu subhanahu wa ta'ala u drejtohet njerëzimit, i drejtohet bijve të Ademit, njerëzve, duke thënë: o bijt e Ademit, o njerëz, vishuni përshtatshëm dhe bukur kudo dhe kurdo që të falni namaz. Hani e pini, por mos e teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Thuaj, o Muhammed, thuaj, kush i ka penguar stolit dhe ushqimet e këndshme, të cilat Allahu i ka krijuar për robërit e vet. Thuaj, o Muhammed, ato, pra ushqimet e këndshme të kësaj dynjaje, stolit e kësaj dynjaje, ato janë për besimtarët dhe për jo besimtarët në këtë botë. Ndërsa në botën tjetër do të jenë vetëm për besimtarët, kështu u shpjegojmë shpadhjet njerëzve që dihin. Pra edhe nga ky fragment kuranor kuptohet qartë se besimtari musliman nuk duhet t'i braktisë dhe nuk kërkohet nga besimtari t'i braktisë të mirat e dynjas, por nga besimtari kërkohet që t'i shfrytëzojë këto të mira nga dynjaja për të fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe për të fituar mëshirën e tij në ditën e gjykimit. E gjithë çështja jonë si besimtar është të përpiqemi të fitojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Nëse na do Allahu, do të na duan edhe krijesat e qiellit, edhe krijesat e tokës. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse Allahu e do një njeri, Allahu subhanahu wa taala e thërret Gjebrailin, melekun e tij, duke i thënë: Allahu e do filanin, o Gjebrail, duaj atë. Gjebraili du ta doj atë person. Pastaj Gjebraili du të bëjë thirrje ndër banorët e qiellit: Allahu e do filanin, kështu që edhe ju duhet ta doni atë. Të gjithë banorët e qiellit do ta duan atë njeri. Pastaj atij njeriu i sigurohet edhe pranimi, edhe dashuria në tokë në mesin e njerëzve. Me të drejtë lind pyetja: cilat janë ato vepra me të cilat mund ta fitojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, le t'i referohemi fragmenteve kuranore. Çfarë na orienton Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar se si mund ta fitojë besimtari musliman dashurinë hyjnore. Në Kur'anin famlar, në surën Al-Baqara, ajeti 195, Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe thot: bëni mirë,
se me të vërtet Allahu i do bamirësit. Pra mesazhi është i qartë. Bamirësia është një derë për të fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën Al-Baqara, ajeti 222, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Allahu me të vërtet i do ata që pendohen dhe i do ata që pastrohen. Pra edhe mesazhi i këtij ajetit është i qartë. Pastërtia shpirtërore dhe pastërtia fizike janë një mundësi e artë për të fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën Alu Imran, ajeti 31, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Nëse e doni Allahun, pasomeni mua, pra pasoni profetin, edhe juve Allahu do t'ju dojë. Edhe mesazhi i këtij ajetit kuranor është i qartë: nëpërmjet pasimit të gjurmeve profetike, nëpërmjet pasimit të hapave të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mund ta fitojmë dashurinë e Allahut. Ai besimtar musliman i cili e merr modelin e pejgamberit ton Muhammed dhe shembullin e tij për të jetuar si besimtar, për të jetuar si rob i Allahut, për të jetuar si njeri pozitiv dhe i vlefshëm për vetveten e tij, për familjen e tij, për shoqërinë e tij, ai besimtar musliman do ta fitojë dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën Alu Imran, ajeti 164, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Allahu i do durimtarët. Të gjithë njerëzit sprovohen në këtë dynja. Të gjithë njerëzit ballafaqohen me sprova dhe me telashe nga kjo dynja. Nëse tregohemi të durueshëm, nëse jemi durimtar në përballjen e këtyre sprovave, do të fitojmë dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën At-Tauba, ajeti 7, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Allahu një mend i do të devotshmit, pra edhe devocioni, edhe devotshmëria, edhe frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe të treguarit korrekt me normat dhe porositë dhe këshillat hyjnore, është një mundësi e artë për ta fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën Al-Hujurat, ajeti 9, Allahu azza wa jall urdhëron dhe thot: mbajeni drejtësinë, se vërtet Allahu i do të drejtit. Nëse njeriu është i drejtë me familjen e tij, nëse njeriu është i drejtë me nxënësit e tij, nëse njeriu është i drejtë me rrethin shoqëror, është i drejtë me vetveten, është i drejtë edhe me tjetrin, drejtësia është një mundësi për të fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në surën Maryam, ajeti 96, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: në të vërtetë, atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, i gjithëmëshirshmi, Allahu i gjithëmëshirshmi, do të dhurojë dashuri. Për t'i përmbledhur gjithë këta ajete kuranore themi: veprat e mira, pendimi, durimi, pasimi i profetit ton Muhammed, devocioni, drejtësia, lufta për hir të Allahut azza wa jall, përbëjnë formulën më të saktë për të dalë fitues në dynja dhe në ahiret, nëpërmjet dashurisë se Allahut subhanahu wa ta'ala e përrjelloi edhe të njerëzve. Nëse të do Allahu, do të duan melaiket, gjithashtu kanë për të dashur edhe njerëzit. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.